Vini takimet në shenjtë në Papë Franceskun ose Gjorgjo Bergoglio I Bashkimit kanë njash të shpeshta. E fjala e parë në këtë fund goja Papë shqiptoj, të më pa mu edhe shqiptarë tjerë, që tha Shqipnia roshtë shqiptarët. Mund të keni edhe në dokumenta filmatit të Vatikanit, apo thuj në tjerë. Ashtu këto, na jena shtektarë në këtë botë. Krishti vetë me gojën e vetë I birit ma Zotë thotë, mos keni frikë për vdekjes e për ati që me trupin, por keni frikë shumë atë për ati që me shpirtin. Prandaj çdo njeri që beson në Zotin e ma ligjin të gjinore, ashtu që vdek e trupit material, kthehet në të njëjtën e drejtën që shpirti I panandë, shpirti, substancë imaterial e padekshëm, do të jetojë për në mëshim, o në lumnin e pamatës, mos vepër fëmija që të bajnë, o më është, për dërësisht për andaj bajës në gjithë ashtë, me e kujtu gjithmonë, në vërtetën që nga përë, vetëm si dihet që është në botën, me fjarë tonë, me njenjët që ka zemër jonë, me gojën tonë, me çdo veprimtari, të shfaqim dashnin, vllaznimin, paqen, begatin, bujarin, harmonin, e posqeshen për këto që t'jemi. E më këtë ditë kur marrë bota e kujton shenjtë atë papë, të cilët e shqipnive s'kam lojë të thamon që ka basë sa vizita në kanalën të botës, e kryesisht në projektin e fëmijëve, në projektin e grave, në drejtësinë e tyre, në projektin e të vakëve, në projektin e gjithë njerëzve që janë shqetësuar për të verë të luftës noshë që I kanë, thirrëtia që dhanshme kudo, përmes sjellë shpresën që Krishti Zoti I ka dhënë si kam që ti, çdo njeriu me shpresë të pathyeshme se vdekja nuk është marim, por është fillim I një jete të re të lirë, të mallumshme dhe zgjuarshme, sipas veprave që I bëjmë këto. Për këtij çasti lutem me shëndetin vërtetëni e tonë të Krishtit Zoti të bekuar, që të ketë hapë dyert e lumisë parinjit, edhe në gjithë popullit shqiptar, e gjithë popullit të botës, të japë drejtën e shpresë e të se nuk ka ardhur këtë botë për me dekë e më ka në por ka ardhur këtë botë si thotë shpari, Zoti I don me pa gjithë njerëzit në parinjë. Urojmë e të lutemi që të mushim me shëndet gjithë popullin tonë shqiptar vllazën, me begati, me ekonomi, me harmoni, me dasni, me bashkësh e dashni. Zoti e mosh me të mira të gjithë, e vashtë të gjithë bekimin, katolik, musulman, hebrej, apo të feqë të jeni, e të mërtojmë paqja e dashnia në gjithë popullin tonë.